Enxellusha bën krahasim mes bukës së nënës dhe asojit të vjirës. Nuk do ta besoni se kë zgjodhi në fund. Enxellushe Salihu, e martuar prej disa muajsh dhe që jeton në Zvicër, ka ndorë në Instagram një moment e veçantë nga vizita e saj e shkurtër në Kosovë. Ajo publikoi një fotografi me një tavë me speca të mbushur, një nga ushqimet e saj të preferuara, duke e shoqëruar me mbishkrimin "Buka e nonës më e mira në botë". Postimi emocionoi shumë djegës, pasi tregoi lidhjen e fortë dhe nostalgjinë që Enxellusha ka për nënën e saj dhe ushqimin e fëmijërisë. Megjithatë, disa e interpretuan si një krahasim të tërthërt me vjerrën, duke hapur një debat të vogël në rrjetet sociale. Enxi nuk ka reaguar ndaj këtyre komenteve dhe ka vazhduar të ndajë momente të bukura nga qëndrimi i saj në Kosovë, duke ruajtur një imazh pozitiv dhe të qetë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.